Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu subhanahu wa ta'ala është hakim, është i urtë, është i gjithdijshëm, është i mëshirshëm, është falës, është bujar, është dhurues dhe nuk kërkon diçka prej robërve të tij, vetëm se në të ka shumë urtësi, shumë mirësi, i din disa prej tyre, ndoshta shumë çka dhe nuk din. Por kur besimtari arrin t'i kuptoj disa prej urtësive të ibadetit Allahu subhanahu wa ta'ala, s'ka dyshim se kjo i ashton edhe më tepër dashurinë për Allahun dhe dashurinë për ibadetin cilin ai është duke kriju ose kryen. Jemi në prag të Kurban Bayramit. Dhe ky bajram ose kjo festë e madhe lidhet me kurbanin, pra, me therrjen e kurbanit, një ibadet i veçantë, i cili është përplot urtësi të dashur vëllezër besimtar. Andaj t'i përmendim disa prej tyre, në mënyrë që ta dojmë, ta respektojmë dhe ta praktikojmë këtë ibadet, i cili nuk është i ri, është i vjetër, dhe lidhshmëria e tij është e gjatë, trashëgimia e tij është e gjatë, dhe ky kurban ose kjo therrje na çon herët tek profetit Allahu subhanahu wa ta'ala. Për urtësi të dashur vëllezër besimtar, fillimisht sikur se çdo ibadet tjetër është praktikimi i kërkesës Allahu subhanahu wa ta'ala. Është ibadet, është adhurim që Zoti ka kërku me kry, dhe besimtarët me plot vullnet dhe dëshirë dhe sinqeritet e kryen. Madje edhe asnjë prej urtësive mos me i ditë, dashur vëllezër besimtarët pa dyshim se çdo kërkesë të Allahu subhanahu wa ta'ala prej adhurimeve e bëjnë me dëshirë dhe bëjnë me një të afrimit. Fasalli li rabbika wanhar. Falu për Allahun dhe therr kurban. Dy të nderuar vëllezër besimtar, prej urtësive është kurbani, mënyra e therrjes, shprehjet gjatë therrjes, njeti i therrjes kurbanit, krejt tona dhënë në pah, një detyrë jashtëzakonisht të madhe të besimtarëve. Ai është tauhidi, njëshmëria Allahu subhanahu wa ta'ala dhe sinceriteti, ikhlasi. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj namazi im, kurbani im, jeta dhe vdekja janë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj dashur vëllezër besimtar, edhe kurbani, po edhe çdo therrje kafshëve që bëhet dhe bëjnë besimtarët për të qenë legjitime, për të qenë halal me ngrënë besimtarit, duhet therrën në emër të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe jo rasisht, edhe në kurban, po dhe çdo herë kur të prejnë besimtari kurbanin ose kafshën thot dhe duhet thot Bismillah me emrin e Allahut. Kundër të ndoshta nëse besimtar, therrja e kafshëve ose therrja e kurbanit për dikon tjetër, përveç Allahut, kush do qoftë ai? Qoftë pejgamber, njeri i mençur, i ditur, evlia, profet. Therrja e kurbanit për ta është shirk. Dhe qysh është kurbani për Allah adhurimi i madh, nëse therret për dikon tjetër, është shirk i madh. Dhe nxjerr besimtarin prej feje krejt.
Andaj kjo urtësi është zakonisht e madhe shumë besimtar që t'ia rikujtojmë vetes, familjes, fëmijëve, gjatë thirrjes, gjatë prerjes kurbanit këto rregulla sepse kanë të bëjnë me besimin, por edhe me sinqeritetin, që çdo vepër, por edhe kurbanit të jetë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe krejt haxhi tash vëllazër, në tënësi haxhi që të dy fokuse i ka të mëdha, tauhidin dhe sinqeritetin. Lebejk Allahumma lebejk, tu përgjigja o Zot, tu përgjigja. Bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, la ilaha illallah. Këto janë duat, lutjet, dhikret që më së tepërmi i përmend haxhiu dhe duhet me i thonë gjatë qëndrimit tij në haxh, por edhe gjatë thirrjes së kurbanit. Tretë dashur besimtar prej urtësive është pasimi sunnetit të profetit alayhi salatu wasalam. Pra profeti sallam e kishte tradita që çdo herë të therte kurban, siç transmetohet gjatë qëndrimit të tij 10 vjeçar në Medinë, pra pas hijretit deri kur vdiq profeti alayhi salatu wasalam, çdo herë ka thirr kurban. Çdo herë ka prej kurban. E besimtari sigurisht se përmes kësaj urtësie, përmes pasimit të rrugës së tij dhe sunetit të tij, ata afrohen te Allahu subhanahu wa taala. Katër të dashur vëllezër besimtar, për urtësive jashtëzakonisht të fuqishme është edhe rikujtimi i kësaj vepre të madhe të cilën e bëri Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Flijimi që e bëri Ibrahimi alayhi salatu wassalam, gatishmëria e Ibrahimit pra ky kurban ose thirrja e kurbanit në lidhje te Ibrahimi alayhi salam, atje na çon. Po çfarë ishte në gjendje Ibrahimi me sakrifiku për Allahun subhanahu wa taala? Çka ishte, cili ishte kurbani që Ibrahimi pasi e pa ëndrrën se Allahu e urdhëroi? Cili ishte kurbani Ibrahimit? Cili ishte kurbani Ibrahimit? Ishte djali i tij vetëm cilin Allahu ja kishte fal pas 100 vitesh. Ismaili. Por profetët janë sprovu shumë. Ata janë sprovu deri në këtë mos. E ka sprovu Allahu, ky rob i madh, ky burr i madh, që për asnjë moment nuk pranoi me ndryshu fenë e tij, me lënë fenë e tij, mësimet e Zotit tij, dhe u sakrifiku, dhe në flok u hu dhe u gjujt, dhe nuk pranoi me ndryshu besimin. Doshti me testu Allahu azza wa jall edhe një sprov halau më të rëndë ndoshta, pasi që ja fali djalin në një moshë të shtyrë, e kur djali u rrit, e filloi të sillet me babën e tij, e ti shërben babës e tij, e ti ndihmon babës e tij, djali i vetëm i çaj Allahu inspirimin në ëndrat e profetëve ishin shpallje që o Ibrahim, djalin duhet me bë kurban. Të dosh vëllazër, besimtari kur të heziton me i sakrifiku 180 euro për hir të Allahut, le ta kujtoj sakrificën e Ibrahimit alayhi salatu wasalam, i cili ishte në gjendje me e therrë djalin e tij. Pse Allahu i tha, por ishte një sprovë që Allahu e testoi, por sigurisht se nuk e lejoj me e therrë djalin pastaj azavënsajat me një kurban. Dhe kështu dashur vëllezër besimtar, nuk ka ndoshta prioritete më të mira që na duhet ta rikujtojmë në therrën e kurbanit është pikërisht kujtimi i këtij burrit të madh, historisë së tij në përgjithësi, qëndrimit të tij në përgjithësi, sakrificës së tij për Allahun, dashurinë e tij për Allahun. Pastaj dashur vëllezër besimtar, prej urtësive është arritja e devotshmërisë. Allahu thot në Kur'an, te Zoti nuk shkon as gjaku, as mishi i kurbanit të ju, por te Zoti shkon devotshmëria.
la yanala Allahu luhumuha wala dima'uha. Te Allahu s'mrin as mishi i kurbanit e as gjaku i kurbanit, por mrin devotshmëria. Andaj ai kurban, ai Ramazan, ai hax, ai lexim i Kuranit, ai sadak që nuk ndikon me rrit devotshmërinë, me shtu devotshmërinë, më i bë më i devotshëm, më bë më i mirë, dije se ibadeti yt nuk ka shkuar te Allahu subhanahu wa taala. Gjashtë prej urtësive të rëndësishme gjithashtu është kurbani, është një farlloj simbolike dhe jo vetëm simbolik, por edhe një vepër që tregon për rëndësinë e ndihmesës, e bashkëpunimit, e solidarizimit me ata që nuk kanë. Kurbani, pra, është një ndihmë që Zoti ka kërku që edhe në këtë mënyrë të kujtohen ata që nuk kanë, pra edhe me gjën më të shtrenjtë ndoshta prej mishit t'i dhurohet atyre familjeve, cilët vërtet ndoshta nuk hajnë mish vetëm kur dikush ju çon dhe ju dhuron. Andaj bëne me dëshirë, bëne me qef, sepse je i privilegjuar dhe je i përzgjedhur, s'pari që e ke çunë vend të detyrë të Allahut azza wa xal, dhe dyta ndoshta ti vetëm që disa prej familjeve të jetimeve dhe skamnorëve që mundet ndoshta me ushqim me mish. Urtësia fundit është vëllezër besimtar, gjitha të mira që Allah subhanahu wa taala ja jep robit të tij, kërkojnë falënderim dhe udhëzim. Sa që Zoti t'i shton të mira, do duhet që besimtari ta shton udhëzimin dhe falënderimin. As më tepër të mira, as më rob i mirë, as më rob i devotshëm dhe as më shumë falënderues. Sa më shumë rriti të hyrat, as më shumë me dhonë dhe me kontribu dhe me ndihmu. Sa më shumë të begaton Allahu, as më shumë me shtu falënderimin. E prej mënyrë do shëllëzër pa dëshim të falënderimit Allahut për mirësitë që Zoti ja çon një personit në shtëpinë e tij, në familjen e tij, është edhe kurbani. Të mirat të panumërta, vallahi do shëllëzër besimtar. Shumë ka besimtarë të cilët një darë të vetme me disa me familje ose me shokët e tij, jo një herë në vit. Ndoshta me ditë të tëra darkën e hajnë që të vlerën e një kurbani. I kanë rënë, alhamdulillah. Ndoshta shpesh gjatë javës, gjatë muajit 2 herë, 3 herë, 5 herë. Pagun dorë dreka dhe ndihet koxha krenar në mesin e shokëve dhe shoqënisë. Andaj thera një kurbani si falënderim që Allah azza wa jall të ka begatuar me të mirat e tij, sigurisht se është vepra më të mira që Allah subhanahu wa taala me shtu të mirat. Ka thonë Allahu në Kur'an, wa in ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Allahu ka vendos që nëse falenderoni, ka mu ashtu të mirat. Çdo të mirë, nëse jeni falenderues, ka mu ashtu atu. Thot njëri prej dietarëve, sa herë që Zoti më ka dhënë diçka, unë e kom shtu diçka për ibadetit. Sa herë që Zoti më ka shtu të mirat e tij ndaj meje, unë më një herë e kom shtu një falënderim ndaj tij që s'e kam duke aplikuar deri tash. Allah azza wa jall na bëj për atyre të cilët i kryjnë detyrat e Zotit, ato që i di mundësitë e tyre, ato që nuk i di mundësitë e tyre, Allahu na bëftë neve falënderues ndaj tij, i pranoftë adhurimet e tona dhe veprat që i bëjmë për Zotin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.